Birra Vatan ishte ndër sponsorët kryesor të eventit të bukurisë shqiptare Miss Shqipëria 2026. Në jurinë e spektaklit ishte ftuar për të përfaqësuar Birrën Vatan, zoti Bajram Fezullari, i cili shpalli çmimin e Miss Miqësia, çmim që u akordua vajzës me numrin 8 Nikita Vuka. Mi brenda Pogadicë një, mi brenda Shqipëria, mi brenda me Vatan. Gocat janë të mrekullueshme, e vështirë se kombi shqiptar është i bukur, është bëj bukur në botë. Le të shohim se cila është vajza fituese. Ju ndihmoj unë, ju hapi zarfin. Sa vështirë. Me numrin 08. Vajza me numrin 8, Nikita Vuka. Është Miqësia 2026. Targeti. Nga qyteti Pogradecit, ku u organizua spektakli bukurisë shqiptare, Paula Avdulaj u kurorëzua Miss Shqipëria 2026. Këtë eksperiencë që do të mbetet gjatë me to, por vetëm njëra për tyre